Misioni që autori i librit Sami Doda ka marrë përsipër në këtë rast është më shumë se letrar. Njohja me gjeografinë dhe vlerat e fisit tënd është një detyrim për secilin nga ne. Në rastin konkret, Sami Doda kalon kufijtë e një shkrimtari apo mësuesit mirë, por bëhet udhërrëfyes i historisë dhe të sotmës së një fisi me emrin e bukur në Shqipëri dhe në Dibër, konkretisht fisi Doda. Që në fillim autori shtron pyetjen: nga e kemi origjinën? Si pikë referimi, ai ka marrë dhe të dhënat dhe kujtimet e njërit prej njerëzve që jetoi më gjatë se të tjerët në fisin Doda, konkretisht të ndjerit Llan Doda, që është ndarë nga jeta 23 vjet më parë. Mendohet që trungjët e para të fisit të kenë qenë selimllarët dhe abazllarët. Më pas të dhënat e librit të zotit Recep Doda, vite pune dhe dhimbje, si dhe autorit Fatos Daci, pasardhës të Dodave të mëdhej, pasurojnë më shumë të dhënat për fisin Doda. Luftrat e viteve 1800-1900 zbulojnë emra historie si Sali, Mustaf, Isuf dhe Baftiar Doda. Sipas librit të Recep Dodës, origjina e fisit i bie të jetë nga Shkodra. Dy vëllezrit, Marku dhe Doda, post ndjekjes prej turkut, shkojnë nga Shkodra në fshatin Dhedhisht të Mirditës në Perlat, ndërsa më pas në mbështetjen e babait të teqes së Cerenit vinë në Ploshtan dhe ndërtojnë atje një shtëpi që i ngjante një kalaje. Sipas gojdhënave, edhe këtu turku i ndoqi dhe vrau njërin prej vëllezërve, konkretisht Markun, ndërsa Doda mundi të çante rrethimin dhe shkoi në Hurdhreç, ndërsa bashkëshortja e Markut dhe fëmijët shkuan në Prizren. Në Reç, Doda ndërtoi shtëpinë, por banorët vendas i dhanë edhe tokë edhe troje. Më pas, kjo shtëpi shtohet dhe vazhdon të lulëzoj në disa fshatra dhe vende të tjera, si në Gjureç, në Tejmoll, Drejreç, Griçan, që më pas mori emrin Vajmdhej, Gjuras, Gryke Vogël dhe në Limjan të Kastriotit. Tashmë ky fis mori zhvillim të madh, edhe ekonomikisht, madje u ndërtua dhe një urë që sot asaj dite quhet Ura e Dodës. Po nga erdhën të parët e fisit Doda në Vajmdhej. 3 janë lagjet: Qendër, Lagje She dhe Përroj i Rinë. Por Vakufi është një tjetër vend banimi i fisit Doda. Madje mësohet fakti që edhe 2 mbiemrat e tjerë janë produkt nga ky fis, konkretisht fisi Voka dhe Gjoci. Por udhëtimi i fisit Doda në Dibër dhe Shqipëri ka qenë gjeografikisht edhe përtej kufive lokal dhe brenda tyre, duke nisur nga Gryka e Vogël e deri në Draç të Ishmit në Durrës. Migrimi dhe emigrimi ka bërë që pas viteve 90, mbiemrin Doda ta dëgjojmë deri në Sarandën e Largët, e pse jo përtej kufive të Shqipërisë në Europë, sepse zgjidhja për një jetë tjetër ka bërë që gjeografia e fisit të jetë tashmë shumë e pasur edhe ndërkombëtarisht. Toponimet me emrin e fisit të Doda janë Kalaja e Dodës, Ura e Dodës, Kulla e Dodës, Mana dhe Zez të Dodës, Kopshti i Dodës, Qarrat e Dodës, Lama e Dodës e tjerë. Një rast ky unikal që toponimet të jenë të gjitha me emrin e një fisi. Hollësi të tjera i zbulon libri i autorit Sami Doda.